Flamur Dardani. Prej disa ditësh, vendi po ndjek protestën e njohur si protesta e flamingove, ku kërkohet dorëheqja e qeverisë. Nga ana tjetër, Partia Demokratike ka deklaruar se do të rifillojë ciklin e protestave sapo të përfundojë procesi i ristrukturimit të brendshëm. Kur pritet të mblidhet Këshilli i Ri Kombëtar për zgjedhjen e kryesisë dhe a ka një afat të përafërt se kur mund të mbahet protesta e ardhshme kombëtare e opozitës? Shumë e drejtë pyetja. E vërteta është që ne kemi patur në projekt të thrasim protestën kombëtare, por nuk e kemi bërë për shkakun e vetëm të protestës përditshme të qytetarëve. Ju kemi dhënë në respekt të tyre, i kemi dhënë përparësi, ndërkohë demokratët, të gjithë ata që kanë dashur protestojnë, kanë shkuar dhe protestuar. Kjo është qëndrimi. Pra, as nuk kemi bërë përpjekje që kemi respektuar kanë thjerë të tjerë dhe kanë meritën e tyre, e kam quajtur të jo të arsyeshme që ne të rivalizojmë me një protest, por përkundrazi të bëhet gjithçka që për suksesin e saj në pjesëmarrjen qytetare. Si qytetar. Kështu që nuk mund të them se ne ndjekim me shumë angazhim këto zhvillime, shohim që kriza po thellohet në mënyrë të pandalshme, shohim qëllimet e Edi Ramës bëhen çdo ditë më të papërgjegjshme, por ne thash jemi të gatshëm në çdo moment, në çdo kohë të vazhdojmë përmbushjen e misionit tonë. Për sa i përket mbledhjes, këtë javë mblidhet Këshilli Kombëtar, këtë javë zgjidhet kryesia e Partisë Demokratike, këtë javë pra plotësohen të gjitha, është lanë edhe pak kohë se ka patur lloj ankesë dhe shpresoj çdo njeri që ka dyshimin më të vogël në numërimin e votave është i ftuar nga unë të vi të rinumëroj vot për vot votat e tij.